studimi i gjërë shkencor i publikuar së fundmi ka hedhur poshtë shqetësime që qarkullojnë lidhur me përdorimin e paracetamolit gjatë shtatzanisë dhe mundësinë e rritjes së rrezikut për autizëm ose çrregullime të hiperaktivitetit me fëmijët. Ky studim erdhi pas deklaratave të administratës së Donald Trump, e cila kishte këshilluar gratë shtatzana të shmangin paracetamolin, duke e lidhur me rritjen e rasteve të autizmit në SBA. Mbi 40 studime vëzhguese kanë treguar se nuk ka prova të besueshme që sugjerojnë një lidhje të drejtpërdrejtë midis ilaçit dhe këtyre çrregullimeve. Ekspertët shpjegojnë se çdo rrezik i dukshëm mund të shpjegohet nga faktor gjenetik ose gjendje shëndetësore të nënës dhe jo nga përdorimi i paracetamolit. Analiza përfshinte krahasime brenda familjeve, ku vëllezërit dhe motrat e ekspozuara dhe jo të ekspozuara ndaj ilaçit nuk shfaqën ndonjë ndryshim të rëndësishëm, duke theksuar se faktorët familjar dhe gjenetik janë vendimtar. Autoria e këtij studimi dhe specialistë të tjerë të obstetrikës nënvizoi se paracetamoli mbetet ilaçi më i sigurt për trajtimin e etheve dhe dhimbjeve gjatë shtatzanisë. Ndërkohë që ilaçet e tjera si ibuprofeni nuk rekomandohen, mos përdorimi i tij mund të jetë më i rrezikshëm për zhvillimin e foshnjës, duke bërë që përdorimi i tij i kujdesshëm të jetë i domosdoshëm. Debati për këtë temë delikate lindi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur deklaratat që erdhën nga Shtëpia e Bardhë nuk i rekomandonin më grave shtatzëna të përdornin paracetamolin për shkak se mund të shkaktonte autizëm. Megjithatë, në Bashkimin Evropian kjo çështje ha debat, ende diskutohet, por për të folur dhe për të informuar gratë që po e kalojnë këtë pritje të ëmbël në ditët që ne flasim, kam në studio mjeken ginekologe Gjensila Omeri, mirëmëngjes, mirë se erdhe sot. Dhe gjithashtu në lidhje të drejtë për drejtë kam logopedin Erges Eskiu, mirëmëngjes Erges. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. I cili do të na ndihmojë të kuptojmë pak edhe për çështjen e autizmit me këtë çrregullim të spektrit autik me cilin përballen prindrit dhe familjet që e kanë këtë shqetësim në shtëpitë e tyre. Por përpara do të flas pak me doktoreshën për të kuptuar si duhet përdoret paracetamoli tek gratë shtatzëna. Duhet ta ruajnë veten mbas edhe duke sakrifikuar pak nga një dhimbje koke, nga një viroze lehtë, apo duhet shkojnë direkt tek paracetamoli? Le të themi që para disa vitesh, para 5-7 vitesh, paracetamoli ka qenë një ndër barnat ose medikamentet më të sigurta që mund të përdorej në shtatzani. Dhe mbi 50% e grave shtatzën e përdorin paracetamolin, e përdorin në mënyrë spontane të paktën një herë ose 2-3 herë ose dhe një javë gjatë periudhës 9 mujore të shtatzanisë, si për efektin e tij antipiretik, për uljen e temperaturës dhe për përmirësimin e dhimbjes. Fjalimi i fundit që është bërë nga Shtetet e Bashkuara, pra nga njeriu më i fuqishëm në botë, patjetër që ka si një lloj tronditje, jo vetëm tek pacientët, jo vetëm tek gratë shtatzëna, jo vetëm tek ato nëna që kanë fëmijë me autizëm, por ka sjellë një gjendje kaotike edhe tek mjekët apo tek organizatat shëndetësore si është ACG-ja, FDA-ja, sepse deri tani ato akoma rekomandojnë që paracetamoli është preparat i grupit B, i sigurt për gruan shtatzën dhe për fëmijën që ajo pret. Kjo nuk pra ka dy qëndrime të ndryshme do të thuash mes FDA-s dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Ku flasim për FDA-n, flasim për organizata që na rekomandojnë lejohet këto preparat apo çfarë efektesh kanë në shtatzani, pavarësisht shtetit ku jemi dhe në BE apo në Shqipëri apo në Spanjë apo në Angli. Atëherë pse lindi gjithë ky dyshim pra për paracetamolin? Sepse vitet e fundit kemi një rritje të madhe të spektrit të autizmit. Dhe në momentin që e ka marrë Trump pushtetin, ka bërë një statistikë që 1 në 12 bebe meshkuj preken me spektrin e autizmit. Bebe meshkuj? Bebe meshkuj, sepse tek femrat është pak më e vogël, më e rrallë. Dhe është një vlerë alarmante, që është e vërteta. Nuk e ka kapur vetëm me paracetamolin, ka hedhur poshtë, mëse ka akuzuar dhe vaksinat dhe zëri se po ndalohen vaksinat, po kthehemi edhe një herë mbrapsht nëse e shikojmë në këtë aspekt. Po tema është shumë e ndjeshme dhe në momentin që njerëz të tillë me fuqi të tillë politike, diplomatike dhe jo vetëm bëjnë deklarata të tilla, sigurisht që tek njerëzit që janë konsumatorë të mjekimeve, preparateve mjekësore dhe që preken fundit nga rrethana të caktuara, siç është rasti i shtatzanisë, gratë që e kalojnë atë, apo familjarët të tyre, apo familje që preken nga spektri i autizmit në shtëpitë e tyre, sigurisht ato ngjallen dyshime. Vënë në dyshim terapitë që do të ndiqen
stresi dhe një gjendje paniku, do thosha për gruan shtazën, që në vetvete duhet ta marrë paracetamolin, e ka nevojshëm për të ulur një temperaturë që është mbi 38.5, 39-40 në një gjendje virale, apo për të ulur intensitetin e dhimbjes, sepse një dhimbje koke, dhimbje trupi nuk të lë as të hash, as të flesh, as të pushosh dhe vendos trupin e gruas shtazën në një gjendje stresi që nuk i bën mirë as pas bebit. I bën dëm nënës dhe fëmijës. Edhe fëmijës. Pra që ti marrin me radhë, gratë shtatzëna nuk duhet të marrin paracetamol nëse temperatura atyre nuk është mbi 38. Kjo ka qenë gjithmonë, të përpiqen ta përballojnë gjithë këtë mënyrë është me kim alternativ. Supozohet që imuniteti jonë natyral mundohet të arrisë temperaturën për të luftuar viruset dhe bakteret, kështu nuk ke pse ndorhyjnë në mekanizma natyral të imunitetit tënd. Edhe tek një bebe e vogël, prapë dhe tek një fëmijë, themi që deri në 38 nuk ka problem, shikoj gjendjen e përgjithshme apo ushqihet, hidratohet. Sepse imuniteti i vetë trupit e lufton në temperaturën. Deri në 38-38.5, mbi 38.5 merr më shumë efekte anësore të temperaturës së lartë se sa përfiton nga mosmarrja e paracetamolit. Për të gjitha që po të ndjekin në këto momente, gratë shtatzëna, por dhe familjarë të tyre gjithashtu, a duhet i drejtohen paracetamolit nëse kanë një dhimbje të lehtë koke të moderuar dhe një dhimbje të lehtë të trupit që mund të jetë për shkak të virozave, të një lodhje të caktuar të aktivitetit fizik gjatë ditës kur i fillojnë dhimbjet? Tani do flas në rrjedhë kohe në këto studimet e fundit që janë bërë nga vit 2020 dhe 2025. Janë bërë disa studime që kanë bërë një lidhje risku dhe jo lidhje shkaktar, e theksoj shumë sepse nëpër media, nëpër rrjetet sociale ose nga njerëz të thjeshtë është interpretuar sikur paracetamoli shkakton autizëm. Jo, nuk është e vërtet. Nuk ka akoma një studim të tillë që të vlerësoj lidhje shkak pasoj. Ka vetëm disa studime që shumë mirë koha mund të tregojë, disa supozime ose faktor risku, çfarë do thotë që ka një përqindje risku, por jo domosdoshmërisht shkak, nuk është shkak pasoj. Pra po referoj një studim të 2021-shit që është bërë, thuhet që për gratë që përdorin, gratë shtazën që përdorin paracetamolin dhe këtu përdorim është për i kohë të gjatë, jo 2-3 ditë apo jo për një javë, po mbi të 28 ditë të paktën, ka një risk 30% për ADHD dhe të 20% për spektër të autizmit. Por, çfarë ndodh? Në vitin 2024 është bërë studim më i madh suedez që ka përfshirë te 2.048.000 fëmijë, nëna shtatzën. Një fal, 2.048.000 fëmijë të krahasuar me grup kontroll midis vëllezërve të tyre që kanë lindur nga këto nëna që kanë përdorur paracetamol dhe është parë që jo, nuk ka lidhje risku midis përdorimit të paracetamolit e gruaja shtazën dhe fëmijës autik që mund të lindi. Pra e ka hedhur poshtë. Pra ka studime, që pas 2-3 vitesh mund dalë një studim tjetër që e hedh poshtë. Shkenca e mjekësisë vazhdon në përparim me studimet e saj, por ju thoni që nuk ka një shkaktar të mirëfillt që mund të vendoset emri paracetamol si shkaku kryesor i autizmit tek fëmijët. Studimin e fundit që është publikuar tashmë në 10 nëntor, që i mëshon faktit që nuk ka lidhje midis përdorimit të paracetamolit dhe spektrit të autizmit. E kuptoj. Do të thras pak në lidhje të drejtë për drejtë tani logopedin Erges për t'i bërë një pyetje. Erges, si duhet të fokusohen prindrit nëse janë të paqartë ose kanë dyshime, nëse fëmia e tyre shfaq shenja të spektrit autik? Cilat janë ato shenjat e para dalluese që i ndihmojnë prindrit për ta kapur në kohë këtë problem? Shenjat e para janë kur e merr në krah, edhe normalisht shikimi i tij do të ishte drejt me shikimin e nënës. Nëse ose edhe babai kur e merr fëmijën në krah, fëmia po i shikon babin drejt në sy në moshën 4 muaj, 5 muaj, nëse po i shikon do të thotë që është në situatë normale. Pra nuk e shmang shikimin, është duke komunikuar me gjuhë verbale. Nëse nëna e ka fëmijën në gjiri thithet normalisht, nëse fëmia e kthen kokën nga vjen zhurma, nëse ka qeshje sociale, pra në këtë moshë 4-5 muaj, nëse fëmia fillon që t'i qeshi të reagoj ndaj humorit të prindërve, ndaj reagimeve të tyre? Po, edhe kur e marrin të tjerë që i buzëqeshim shumë. A e kthen buzëqeshjen fëmia në këtë moshë kaq të hershme? Nëse kjo po kthen, do të thotë që ne jemi në stad zhvillimi normal dhe nuk ka asnjë shqetësim për të ndodhur. Nëse në moshën 12 muaj kanë ardhur fjalët e para, mama, baba, ose 6-7 muaj ka filluar të lëshoj pastirma, në 9 muaj ka filluar të belbëzoj. Do thotë që ne jemi në ecuri normale dhe nuk ka asnjë asgjë për të shqetësuar, nuk është alarmante. Për të shqetësuar. Po, ka një tolerancë pastaj deri në moshën 18 muaj nëse s'kan ardhur akoma fjalët e para. Por që thash nëse komunikimi jo verbal i fëmijës
është i tillë që është në nivele të kënaqshme, pra ai arrin ti komunikojë në... Të komunikojë, lëvizjet motorike, reagimet ndaj prindërve edhe familjarëve të tjerë, atëherë prindrit nuk duhet të shqetësohen nëse të gjitha këto funksionojnë dhe janë në harmoni të plotë me zhvillimin e fëmijës. Në qoftë se prindrit të konstatojnë për fat të keq sjellje të vonuara të mund të themi ose reagime të vonuara të fëmijës, reflekset të tij që i përgjigjen pikërisht gestikulacioneve sociale apo sjelljeve pamore sociale që fëmijët zhvillojnë në familjen e tyre gjatë komunikimit të përditshëm me prindrit. Cilat janë hapat që duhet ndjekin menjëherë prindrit për t'i ndihmuar? Sigurisht është i nevojshëm kontakti me neuropediatrin e zhvillimit, për të parë nëse ka diçka për ta vënë si suspekt ose për ta ndjekur më tej, apo është diçka normale që vetë prindi nuk arrin ta dallojë normalisht. Kështu që gjithmonë raporti kontrolli me neuropediatrin apo takimet me neuropediatrin janë të nevojshme. Siç edhe gjatë vitit parë të jetës kontrollet me pediatrin janë periodike. Kupton? Edhe neuropediatri është nevojshëm në momentin që prindi po shikon diçka që mund ta krahasojë me një fëmijë tjetër ose me fëmijën e parë që ka patur ai vetë. E kuptoj. Si mund ta nxisin? Kontakti me mjekun është shumë i nevojshëm. Shumë absolutisht. Mjeku është njeriu më i rëndësishëm, themu, në familje pas rrethit të parë të ngushtë familjar. Në të gjitha patologjitë që mjeku kontrollon, mjekon apo ndjek. Si duhet të nxisin prindrit në shtëpi reagimin e shpejtë dhe të shpeshtë të fëmijës, qoftë për të fituar të folurin më të shpejt, lëvizjet motorike më të shpejta, një reagim social më të shpejt dhe më të shpeshtë? Çfarë duhet bëjnë prindrit për ta nxitur këtë? Duhet fillojnë të flasin, të komunikojnë me ta që në hapat e parë? Pikërisht. Domethënë, edhe kur e ushqen fëmijën, ti duhet të tregosh fëmijës për atë që po i jep. Ose përkathellet e para se ta kalojmë te ushqimi, po tek thithja me gjë. Një përkathelje, një buzëqeshje e ngrohtë, komunikimi, identifikimi se kush ai është ose ajo është. Pra, nëna i thot, ti e ke emrin kështu, unë jam mami, unë kam emrin kështu, unë jam babi, kam emrin kështu. Pra, komunikim i vazhdueshëm, edhe kur e ndrojmë, edhe kur e lajm, duhet i flasësh fëmijës. Ka edhe një gjë, një këshill për nënat e reja, për shembull, që ne kemi vënë re dhe vet. Kur e lan fëmijën, është komunikim, nëse ti e mbështjell fëmijën me një burulluk, ai ndihet më i sigurt. Edhe këtë kalim e bën më të paqë. Nëse do e vendosësh fëmijën direkt në vazë me ujë, ai do të trembet dhe do të fillojë të çaj. Pra, ti po i komunikon që unë jam mbrojtësi yt, unë jam protektori yt. Në çdo veprim tash, edhe kur e ushqejmë, edhe kur e veshim, edhe nëse do kemi pak çerekore apo 30 minuta kohë për të komunikuar me fëmijën, për të luajtur me fëmijën, këto janë shumë të rëndësishme sepse fëmia e ndërton komunikimin dhe njëkohësisht ndihet i mbrojtur. Të qartë. Ndaj çdo pasiguri që ai mund të ketë, ndaj çdo histori që mund të vi në vazhdim. E kuptoj. Po kthehem edhe në vitet në vazhdim që edhe nëse prindërit janë shumë ngarkuar me punë, nëse fëmia ka për të qëndruar në çerdhe, të paktën gjysmore çdo ditë prindi duhet të komunikojë me fëmijën, që fëmia edhe të ketë lidhje me nënën ose me babain, por edhe të tregojë. Të rritet një mjedis të shëndetshëm social. Të fitojë ato njohjet e habitatit të tij për të bërë kështu një fëmijë që rritet në mënyrë të shëndetshme, jo vetëm, i shëndetshëm, i pavarur, edhe i aftë dhe i pavarur për të përballuar vetë sfidat e jetës, më vonë apo jo? Pikërisht. E kuptoj. Do të ftoj pak doktoreshën në studio për ta pyetur. Janë nënat e reja të panikosura ndonjëherë, sepse ju keni kontakt të shpeshtë dhe të drejtë për drejtë me to, kur vjen puna tek përdorimi i paracetamolit apo tek këto lajmet që qarkulluan që nuk duhet ta përdorin më? Apo nënat që janë për herë të dytë dhe të tretë janë më familjare? Dhe bëhen pak si mjekët vetvetes? Mendoj që fjalimi që është bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur në gjendje paniku të gjithë prindërit, të gjithë ato gra që janë shtatzënë aktualisht, të gjithë ata që kanë fëmijë në proces rritjeje dhe kanë këtë frikën e autizmit. Sepse autizmi tashmë është në një incident shumë të shpeshtë dhe gjithmonë pjesa e zhvillimit apo këto milestones që po bëlbëzon o tha fjalën e parë, po ndjek, po na qesh. Kurrët e parë kilometrik të zhvillimit të fëmijës. Po, dhe shikohen si në lup, do thosha, por të pothuajse nga çdo prind. Fakti që ti ke fëmijën e parë të shëndetshëm nuk të përjashton që fëmia e dytë mund të ketë probleme. Por më tepër siç ka dhe faktorë të tjerë të risku si që akuzohet këtu edhe mosha e madhe e nënës, edhe mosha e babait, edhe kushtet e ambientit, edhe mënyra ushqyerjes së nënës, edhe procesi lindjes, sa hipoksi është shoqëruar në momentin që ka lindur bebi. Pra, ku flasim për autizm, flasim për një kompleksitet, për një patologji që akoma nuk është gjendur asnjë shkak dhe nuk besoj se do gjendet këto 5 vjet e ardhshme, do i lihet kohë
studimeve të gjëra që përfshin një numër të madh të grashta, zëna dhe bebesh në rritje e sipër. Megjithatë procesi është i komplikuar dhe i ndërlikuar, por ne nuk kemi pse të krijojmë panik dhe sigurisht prandaj mjekët që u japin këshillat e duhura nënave të reja që po i ndjekin gjatë procesit të shtatzanisë. Kështu që ju jeni vete kujdesshme, meqenëse jeni mjeke obstetër ginekologe, kur i këshilloni që të kenë parasysh mënyrën e përdorimit të paracetamolit, sa dhe si është ai lejuar apo jo. Po, paracetamoli nuk është karamele, patjetër që është medikament. Është një preparat pra dhe më e mira do mjekësor, ishte që të mos kishim asnjëherë temperaturë dhe mos do duhet ta merrnin fare, apo të mos kishim asnjëherë një dhimbje dhëmbade dhe të mos pinim asnjë gjë. E qartë. Dhe gjithmonë këshillojmë kur janë gjëra të lehta, i këshillojmë me këto terapi popullore, po pusho pak, shkëputu pak nga puna, një çaj kamomili, një bustin magnez në darkë. Me mënyrat tradicionale të Po, kur ne shikojmë në një që është një gjendje lehtë, por kur ty nëna ta ankohen për dhimbje shpine, dhimbje këmbe, dhimbje dhëmbade, dhimbje koke në formë një migrene që nuk e lë të flenë, nuk e lë të pushojë, nuk e lë të ushqet. Ajo kthehet pastaj në një bumerang, nëse vetë organizmi, gjithë organizmi kësaj gruaje është azën, kthehet në një moment stresi dhe prodhon ato katekolaminat, ato hormonet e stresit dhe nuk i krijon një gjendje jo të mirë fetusit që ko rritet. Kështu që në raste të tilla rekomandohet paracetamoli. Rekomandohet në dozë të lejuar, më pak se 4 gram për 24 orë, gjithmonë niset me dozën minimale të mundshme, thuhet pi një paracetamol 500 mg dhe në varësi të ecurisë. E kuptoj, duhet të në mënyrë të moderuar dhe të ndjekur nga ana jon. Si çdo preparat mjekësor. Gjithmonë kur është indikuar, pra kur pacientja ka qetësim dhe ka simptoma që duhet ta menaxhosh në shëndetin e saj. Erges, a është i lidhur autizmi me historinë familjare? Doktoresha tha pak më herët që ende mungojnë studimet për të kuptuar zanafillën e çrregullimit të këtij spektri. Po sa ndikon historia familjare? Nuk, domethënë po dhe jo do të thoshon. Ka një ndikim diku te 10%, por ne kemi raste për shembull që kemi pas binjak monozigot, i cili njëri ka qenë me autizëm, tjetri ka qenë me zhvillim normal. E kuptoj. Kemi patur binjak të vezëve të ndryshme, të cilët kanë qenë të dy me autizëm. Kemi pasur raste ku fëmia i parë ka qenë me autizëm, fëmia i dytë nuk ka qenë me autizëm. Pra, është multifaktoriale, nuk mund të themi që është për një arsye të caktuar. Mund të ndodhi që në atë familje s'ka pasur as edhe një qoftë edhe në rrethin familjar të nënës apo të babait, nuk ka pas asnjë rast të tillë, dhe qëllon që të ndodhë. Mund të ndodhë për herë të parë. Po, pikërisht. Mund të ndodhë më tepër në zonat urbane sa në zonat rurale, kjo edhe lidhet dhe me shkakun. Pse ndodhë më tepër në zonat urbane dhe rurale? Faktorët ambiental. Bëhet një faktor ambiental që lidhet me ndotjen e mjedisit. E kuptoj. Pra ndikon dhe ndotja e mjedisit në këtë çështje. Nuk ka rritë të dot. Po, edhe presidenti Trump thaj që duhet shmangun në maksimum, siç edhe mjekët tanë thonë vazhdimisht, që shmangeni në maksimum, por kur duhet marrë, sepse ka probleme të tjera risku për fetusit. Sigurisht, edhe presidenti nuk është se e shmangun, e pranoj që në momentin që duhet marrë. Nëse do ndërhyrë rekomandimet e fundit nga ACOG-ja, apo FDA-ja, apo OBSH-ja janë që paracetamoli vazhdon të jeti sigur në shtazani dhe që në rastet që duhet të përdoret, ne duhet ta japim. Jeni të dy në të njëjtën mendje në këtë aspekt që përdorimi në mënyrë të moderuar dhe të kujdesshme nuk e dëmton nënën e re, por nuk e dëmton as fetusin dhe zhvillimin e shëndetshëm të fëmijës. Erges, dua një mesazh të fundit që ke për prindrit që po të ndjekin në këto momente, të cilët mund të kenë kuptuar se fëmijët i kanë me një çrregullim të spektrit autik, një mesazh të shkurtër të lutem për të inkurajuar sigurisht që ta kuptojnë që nuk janë vetëm, po dhe për të ndihmuar që të drejtohen aty ku duhet për ta përballuar sfidën e vështirë që u ka hedhur jeta. Atëre pranimi është e para, në momentin që ndodh diçka e tillë, ne nuk kemi çfarë bëjmë, nuk mund të përballemi me fatin ton, ta luftojmë fatin. Thjesht duhet ta pranojmë e duhet të nisim trajtimin sa më të hershëm. Normalisht duhet patur një bashkëpunim shumë i ngushtë, qoftë me logopedin, qoftë me pediatrin, qoftë me pedagogun special, qoftë me psikologun, ose me çdo profesionist tjetër për të patur një ecuri shumë të mirë të fëmijës, pra duke ndjekur gjitha këshillat e profesionistëve edhe në shtëpi, sepse pjesë më të madhe të kohës fëmijën e kanë nëna dhe babai. E qartë. Dhe normalisht ata do bëjnë punën më të madhe. Ata do përballojnë peshën e sfidës që kanë përpara. Pikërisht. Dhe t'i hapin sa më shumë drejt shoqërisë, pra të luajnë më tepër në ambient, të luajnë më tepër me fëmijë të tjerë, të integrohen sa më shpejt në sektoret arsimore. Pastaj, gjithçka do i mbetet kohës edhe të jetë më i
edhe fatit fëmijës, normalisht. E kuptoj. Erges, faleminderit shumë, e kuptoj. Por që ka dhe histori suksesi që duhet i motivojmë fëmijët patjetër. Erges, faleminderit shumë që ndave mendimin tënd të specializuar sot me programin në Mirëmëngjes Shqipëri, dhe të uroj një ditë të mbar. Ju faleminderit juve. Dhe të kërësha kam pyetjen e fundit, cila është këshilla jote që u jep nënave të reja, që po na ndjekin në këto çaste, janë në programin Mirëmëngjes Shqipëri Radio Televizionin Shqiptar. Para do doja të qesoja që gjithë ky bumerang për lidhjen paracetamolin akoma nuk është gjetur, e theksoj, lidhje shkak pasoj. Jemi vetëm në faktor risku, që faktor risku janë shumë të shumë, ka shumë studime që flitet për to, por akoma nuk kemi në një faktor shkaku, apo nuk është gjetur akoma pse shkak kemi fëmijë me autizëm sot. E dyta, patjetër të dëgjojnë këshillat e mjekut sa herë që flitet për marrjen e një medikamenti, qoftë paracetamol, qoftë një antibiotik, apo një preparat tjetër që duhet ta përdorin. E kuptoj. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe të uroj një ditë të mbar, ndërsa do të vraposh edhe ti për të nisur punën në shërbim të nënave të reja, duke të uruar sukses gjithashtu në profesionin të